being a light in the darkness for others who still suffer in silence, makes him a true hero of Kosovo. Danny, we salute you. Kosovo deserves sincere praise for its efforts in supporting the survivors of conflict-related sexual violence by establishing one of the world's most advanced reparation systems, and by developing strategies and legislation. Kosovo has set a powerful example of how governments working with civil society can lead with compassion and accountability. This government's willingness in this country to listen and to work with the fantastic civil society organisations who have brought us here together today has significantly improved the conditions for survivors. And I also want to thank the Commission on Verification, whose work has so far given status recognition to 1,748 survivors. But we know from our work around the world, and in particular the UK's work on conflict-related sexual violence globally, including in this country, that to meet our objectives, working with and for survivors, our work must always be survivor-led. And survivors, who continue to face enormous stigma in Kosovo, are telling us that being asked to come forward within a certain deadline to claim their rights won't work. Because what survivors tell us is that trauma has no deadline. I very much welcome what we have heard in the last hour or so, that the government is considering extending the current deadline for the Commission by an additional 3 years. And that, if that's what happens, is fantastic news. And that will allow the time for consultation with survivors and civil society to work on amendments to the law and the possible establishment of a residual mechanism for status recognition. And we understand that there are many issues that will need to be examined in removing a deadline. Changes to the law and the mandate of the Commission for the verification and recognition of sexual violence victim status will be needed. But what we all want to see is for the deadline on the recognition of status being removed altogether. And that's what we're here today to discuss. Because survivors need still more support. Individuals like Danny, and of course like Vasfir and Chirete, who are also here, serve as an inspiration to all of us, showing courage and speaking up about their experiences. And their bravery, your bravery, has helped all of us to understand the truth of what you have endured, and your voices remain crucial in the ongoing fight for justice and healing. But we know you are, by a huge margin, the exception and not the rule. So today's campaign sends a really powerful message to those who experience sexual violence in conflict, but are not yet ready to speak up about it or to claim the benefits to which they are entitled. Është ditë kur Vasfia, bashkërisht me familjen dhe organizatën, ka shku te vendi i krimit, aty ku në moshën 16 vjeçare e ka përjetuar një trajtim të pa imagjinuar njerëzor. Edhe nga aty, Vasfia i fton institucionet e Kosovës që 14 prillin me lanë si ditë memoriale për të gjithë të mbjetuarit e dhunës seksuale të luftës. Pra, i përulim guximit të kësaj gruaje, e cila është afër nes, e më pasaj për të vazhduar me shuretën e cila publikisht rastin e saj e çoi te Prokuroria Speciale për Krime Lufte, vetëm e vetëm për të nxitur gratë dhe burrat për të kërkuar drejtësi. Po ashtu, sot ndjem e përmbushur emocionalisht që mozaiku të këtyre dy heroinave ju shtu edhe një rrëfim i një burr nga Drenica e cila me vështirësi edhe me plagë e ka kaluar luftën, por edhe pas luftës, ai arriti pas një pune të gjatë me psikologët e organizatës ta ndajë rrëfimin e tij. Jo vetëm si i mbjetuar i dhunës seksuale, por i mbjetuar edhe i masakrës së Dubravës.
Unë mendoj që rrëfimi i tij do t'i zgjojë mijëra zemra të heshtura, të cilët ende përpëliten, kanë frikë në familje të flasin për krim të luftës. Sikurse Vasfia që i ka shërbyer si rrugë ndriçuese këtij burri për të dalë në publik, unë uroj edhe shpresoj që edhe rrëfimi i Danit t'ju shërbej me mijëra grave dhe burra, të cilët ende në heshtje e vuajnë plagën e luftës. Kemi marrë vendim që të mbijetuarat e dhunës seksuale t'ju lëshohet një kartel si viktima civile të luftës. Pse si viktima civile të luftës? Se një farë formati, viktimat civile të luftës ka qenë botuese e tërë shoqëria. Kështu që vetëm e vetëm për m'ia mbulu identitetin edhe ato mos me dalë si përfaqe, është mendu që pasi t'i jepet vendimi, njihet statusi nga Komisioni Qeveritar, del me një lloj kartele si viktim civile e luftës. Çka ka pas me m'ia mundësu që ajo kartel, viktimës? Ajo kartel, si viktim civile e luftës, ja mundësonte lirimin nga taksat dhe tatimet, strehim shoqëror dhe social në moment kur të mbijetuarit e dhunës qoftë që janë largu nga shtëpia apo ende kanë vështirësi në banim. Ferida, a ka hala raste që po qiten për shtëpisë? Ka raste. Kur deklarojnë? Kur deklarojnë. Sot në 2025. Edhe ka dhunë familje. Unë dua të them që 25 vjet pas luftës kemi ende dhunë familje të ato gratë të cilat pa dëshirën e tyre kanë qenë prej e fushbetesë të luftës edhe fatkeqësisht ende dhunohen edhe nga familjarët. Jekat jo nuk kompenzohen me asnjë gjë. Unë sot jam shumë e gëzueshme që kanë marrë atë vendim, po ai vendim duhet të jetë i përjetshëm, jo të ketë kohë caktuar, se krimet nuk skadojnë. Kështu që unë los qeverinë që të marrë vendimin që të është i përjetshëm, edhe los qeverinë që vendimet që janë refuzuar të rishikohen prapë, se unë kam shumë viktima që më kontaktojnë edhe neve Serbia nuk i pranon këto krime që ka kryer në Kosovë. Po kur quhet edhe shteti jonë, e thët që ti nuk je viktim, nuk i dëshmi të mjaftueshme, aja është në përdhënim i dytë për secilin viktim. Kështu që lot qeverinë që me marrë parasysh edhe ato që janë refuzuar. Sa i përket ditës së sotme, unë jam e gëzueshme që kena arrit me dalë edhe një mashkull, sidomos prej Drenisës, se ne e dimi se si është mentaliteti shqiptarëve. Ka qenë shumë e vështirë, unë me Danin kam folë që 6 vjetë non-stop, edhe para se me i treguaj e gruz vetë, unë i kom thënë që është shumë mirë nëse më rgodzimin që me folti me grunë, sa aja ka me të përkra shumë. Ka dalë Vasie, jetu na thonë që ty të ka kallëzu para se mi kallëzu gruz vetë. Po. Unë më kujtohet shumë mirë, kur më ka shkruar dhe më ka thonë, vetëm po kam që me bisedu me ty se jam viktim, edhe ato për ato e kom jap numrin, unë ka thirr. Dhe tash mundesh me bisedu me Danin shumë shpesh, unë ka marrë në telefon, ka qenë vonë, ose në Amerikë, ose në Kosovë, edhe ai ka dalë me hecë, ka dalë prej familjes, që mos më kuptu, edhe me folë me mu, edhe ka qaj, te kemi qaj bashkë, edhe ai ka marrë guximin me dalë, se unë i kam japë aty kur ajo të madhe. Kështu që sot ndihem shumë mirë dhe shpresoj që edhe tjerë le të marrin guximin, le të kanë vetë besim që me dalë, të tregojmë Kosovës, të tregojmë botës se ç'na ka ndodhur. Mos të heshtëm se faj, absolut nuk është ka një jonë. Vasie the diçka shumë e rëndësishme në fillim, që edhe po më pëlqen që ti s'knaqesh me pak, the o marr vendime për me zgjat ç't komision, po unë po e du me qenë pa afat. Kjo një. E dyta që më la përshtypje është që po kërkon, e s'po du me kalu pa e potencu që po kërkon prej komisionit me pas vëmendje për shkak se prej 2225 kërkesave për njohje statusit viktimës, 359 janë refuzuar. Janë pranu vetëm 1748 kërkesa. Dhe që kanë orë njerëzit të kanë anku. Çka është hapi arshëm? Çka duhet me ndru komision ti si aktivistja më e madhe kësaj punës? Je mu veç e mbijetuar, aktivist je, se jetu punu, e lobu, e avoku, te politikan tonë me ndodhë kjo. Me ndodhë çka ndodhi sot. Po megjithatë, po du me të pyet, përveç zgjatjes afatit, pa afat, çka tjetër duhet me ndru që të qasjen që e kemi ndaj viktimave? Komision edhe tutje. Jeta nuk është si raport që në kam kërku prej qeverisë, komisioni me të gjitha rastet, se me të vërtet është të torpshme, mos me të njëjtë vujtja, dhimbja. Kena viktima që kanë dëshmi, kanë dokument mjekut, ka pas dëshmitar, edhe ato nuk marrën parasysh hiç. Edhe është tjetra se si trajtohen viktimat para komisionit.
viktimat kërkojnë dinjitet shumë më trajtu edhe me respekt. Komisioni ato pak nuk është që më kanë fort për hatër, sonë edhe foli. Do të me marrë masa se komisioni, nëse më ndryshu, ose me pas dishka tjetër në komision që e shikon qatë komision, se si po do dhe në që këto gjëra më refuzu gjithë ato raste. Po këto është edhe shoqatat e kam bërë të vetëm, po edhe ma shumë se shoqata si krejt, duhet me kërku prej komisionit që mu aprovu rastet e jo më refuzu gjatë. I think we need to do more. We are not happy. What the government did. I think the president of Kosovo is doing her best, and we want to thank her for her support. And I want to be more specific, as she is one of the kind that she supports us in every step. I want to thank KRCT for supporting us. As we saw today was a very special day, as a new person, a friend, a brother joined us. I think government needs to work more about the justice. As my case, they are just right there, not doing anything. I cannot say in their, that is from my point of view, as it didn't go well, not yet. But I think they need more people to work on this. This is very important for us, and if we don't have justice, we will not have a peace. So this is my answer. Thank you. A keni shumë burra që po pikrisht sot e kishim një me vete, po që realisht akoma nuk janë të përgatitur që dalin publikisht flasin. Qëllimi ishte që të takohet me Danin edhe ta merr një inspirim drejt për drejt për ti, momentin kur janë të gatshëm edhe burrat, edhe gratë që i kemi në organizat, sigurisht që do dalin publikisht, dhe mendoj që do të vi koha, kur stigma do të zbehet, dhe kjo përvojë e shpalosjes publike do të bëhet më prezente në shoqërinë tonë. Pse them emocione të përzjera? Në kohën kur Ramadani shpalos të përvojën e tij, unë isha duke kujtuar një grua të veçantë, e cila nuk jeton më, që e ka deponu rrëfimin e saj në Prokurori Speciale para disa vitesh, e cila mund të ndodhë tash akt akuzën e ka shpall Prokuroria Speciale për këtë rast, por që fatkeqësisht ajo grua nuk jeton më. Ti shpau dështë pa dëshmu. Ka fitu statusin, edhe ta them që statusin e ka gëzu vetëm për 1 vjet e gjysmë. Edhe është shumë mirë që afati do të zgjatet, dhe unë mendoj që nuk duhet të ndalemi me 2 vite, afati duhet të jetë i hapur për gjithmonë. Si e kënaqur, a? Nuk jam as pak e kënaqur. Mendoj që duhet të hapet afati, të ngelet i hapur, si gjitha vendet e rajonit që kanë një afat të hapur, se krimeve të luftës së ta Vasfia nuk ju s'ka don afati. Jetë të thonë, vendet e rajonit s'kan heq afat në aplikimin për reparacione për dhunim? Në stadion e Bosnia s'ka. As Kroacia s'ka. Në më thonë, janë 2 vende që kanë përjetu luftën në kohën e ish Jugosllavis, dhe nuk kanë afat të caktuar. Prandaj mendoj që dhe ne duhet t'i bashkohemi këtyre vendeve,